po ndodh me aeroportin e Vlorës tani? A do të kemi aeroport brenda afateve, edhe njerë të shpjegojmë për publikun konfliktin që ka lindur? Kush e bën tani këtë? Unë them më mire bën Klodi këtë punë. Se e ke bërë për të na shpjeguar, a mund të kemi? Konfliktin me, a mund të kemi aeroport apo konflikt mes? A mund të kemi aeroport? Pastaj ndryshim gjitore, fillon. Oke, shiko, ajo që... Sa i tha punon me 2 turne. Begjet Pacolli tha punohet me 2 turne. Po, shiko, ka 2 gjëra. Para është ndërtimi i aeroportit dhe pastaj vënia në funksion e tij, që janë 2 gjëra shumë të ndryshme. Aeroporti po ndërtohet dhe vazhdon të ndërtohet. Çështja është që edhe po u ndërtua, pasi të jetë gati aeroporti nuk mund të vihet në punë, për shkak të sherrit që kanë 2 aksionerët. Sepse asnjëri prej kompanive që kanë koncesionin e aeroportit të Vlorës nuk ka ekspertizën e operimit të një aeroporti. Pra Begjet Pacolli ka ndërtuar aeroporte, ai e thot vetë edhe me krenari madje që ka ndërtuar aeroporte në Astana, jam duke ndërtuar në Libi edhe në shumë vende. Që dhe në Kremlinin ka punuar? Po pra, ka ndërtuar, por nuk ka menaxhuar ndonjëherë aeroport. Sepse është një gjë të ndërtosh pistat edhe godinat që i duhen një aeroporti, dhe është një gjë tjetër ta operosh. Prandaj, në kontratën koncesionare, kur është dhënë aeroporti Vlorës me koncesion, ka qenë parashikuar kriteri që kompania fituese duhet kishte edhe kriterin e ekspertizës së operimit të aeroportit, të menaxhimit. Prandaj u fut Turku. Fillimisht për të justifikuar tenderin, sepse Turku kishte letrat që dhe plotësonte kriterin e ekspertizës në menaxhim aeroportesh. Pastaj Turku doli, po këta e kishin shkruar që në kontratë që menaxhimin do ta ketë dikush tjetër, e kanë ditë që në fillim që Turku do dilte, dhe u përfol për se mund vinte aeroporti Myniu. Zoti Pacolli thotë që ne jemi akoma në negociata me aeroportin e Myniu dhe aeroporti Myniu nuk është trequr, por shumë raportime thonë që aeroporti Myniu është trequr. Por për t'i dhënë përgjigjen e shkurtër asaj pyetjes që bëni ju, aeroporti mund ndërtohet, por për sa kohë do ketë sherr mes 2 aksionerëve nuk fillon dot. Nuk fillon dot për 2 arsye shumë të thjeshta. E para, nuk lidhet dot kontrata me operuesin, pra me kompaninë që do bëjmë menaxhimin e aeroportit, sepse nuk ka kompani që vjen të marrë menaxhim një aeroport kur e firmos vetëm njëri nga aksionerët dhe tjetri jo. Për sa kohë kanë sherr ata nuk bien dakord të dy që ta firmojnë. Dhe e dyta, një ser investimesh të cilat janë kryesisht investimet në karakterit të softwareve, nuk mund bëhen dot për sa kohë ka sherr mes të 2 aksionerëve. Këta vazhdojnë, ndërtojnë, pra ndërtojnë infrastrukturën fizike, po janë disa kontrata që lidhen me softet që përdoren që në aeroporte, pra që komandojnë me teknologjinë e informacionit, për të cilat kërkohet dakordësia e të dyve, dhe zoti Pacolli e ka thënë dhe vetë te intervista e Bledi Fevziu të Histori. Dhe ajo që ai thotë është që ne do ta përfundojmë deri në shkurt, pastaj fillon aeroporti apo jo, kjo nuk dihet. Dhe nëse konflikti do të zgjas gjatë në proceset gjyqësore, pra nëse të 2 aksionerët nuk do të gjejnë gjuhën e përbashkët për ndarjen e aksioneve që me sa duket duke parë sherrin. Shteti po do ta bëj pyetjen pasëm këtë. Jo, e heqim shtetin njan. Pra nëse këta do të vazhdojnë të kenë konfliktin dhe procesi gjyqësor do të zgjas me vite siç zgjasin gjyqet në Shqipëri, që hyn tani dhe nuk dihet pasi se vjetësh mbaron, aeroporti rrezikon të mos hapet asnjëherë. Në arbitrazh, jo. Në arbitrazh, gjërat jo serioze s'mbëjnë përshtypjet. Në arbitrazh ju thatë në arbitrazh kjo nuk shkon. Jo, shkon. Mund të shkojmë. Shkon, nëse ata duan ta çojnë në arbitrazh, do ta çojnë. Por kjo mund të jetë edhe po nuk fitojnë dot. Mund të jetë edhe gjitha skemë për në arbitrazh kjo. E bën me qeverinë brenda. Po çfarë kuan shteti shqiptar po vjen në arbitrazh? Të gjitha. Merren lekët dhe ndahen.
Ndajmë parat. Po, Kjo serioz. ka qatë që thonë Beketi ishte skem. Aty këtu s'ka punë shteti shqiptar për momentin nuk ka. Shteti shqiptar nuk ka shkel asnjë pikë kontratës. Shteti shqiptar nuk ka shkelur Janë thot skenare të gjithore. Deri më sot, pra pavarësisht pjesës së vet, ati nuk e di, domethënë tenderit e tjerë që është problem i shtetit shqiptar, në marrëdhënie me kontraktorët nuk ka shkelur shteti shqiptar, kështu i skap se paguan diçka. Unë them që mentor ti çmë. Problemet, ajo... Probleme dolën. Jo, unë Jo se mos se nxitet lirimit tot gjë tjetër dhe vazhdon dhe popullata fle. Për zotën s'ka marrë me dhunë. Jo. Keni ftuar. Unë të tira. Mirë. Jo. Lirimi është gazetar serioz, ndoshta nga më serioz që ka Kosova. Po ajo që që e shot vështirë, pra thash relativizme gjë, që me fut domosdoshmërisht tek rusët, edhe rusët. Di se edhe për Albin Kurtin kur them se punon për Serbinë. Ajo, shiko, kontrata, Ka fut vetën ai soft. Morëm qaftë. Se ka Për të radhe kjo e Pancollit. ka futun. kontrata E ka fut ai vetën. kontrata mund të jetë problematike edhe po t'jenë amerikanata. Pra, Mu veç po mjafton ajo, mjafton ajo. Intereson që ai ka marrë tinzisht 100 milionë euro. Edhe s'ka Ai thot në intervistë thot që unë kam shumë. Fal. Ai thot në intervistë që unë kam shumë. Ti po i thu pse i ka marrë ai në xhep të vetit. Shiko, Ai ka marrë sa ka mundur kështu. Lirim, çdo kredi që do marrë ai nga viti i fillimit të koncesionarit deri në fund do t'i ketë gjithë asetet që ka ai. Sepse kështu operohet kredia. Pra ku të gjej, të marrë të shtëpisë, të gruas. Dhe ai di më mirë nga të gjithë ku të marrë. Ai e di shumë mirë. Offshore është, a përdej që është offshore, Nuk është kompania. në një nga çudit. A përdej që është, Atëre, që se ka marrë me një bank tjetër. Lirim, Pse o desh një institucion që s'është bankar. zoti Lirim, Po i ndëruar. të njëjtën Për ndryshe, hera por që më takoj kam respekt. Të njëjtën Me unë biznese në Shqipëri. të njëjtën unë do kem bizneset e Palonin në studio. Po janë fonde investimesh. Po këto janë Njerëzit e Pacollit, dhe Pacolli ose njerëzit e Pacollit janë mund të flasin vetëm ne. Po është shumë i madh. Se si fton dytë në ballafaqe. Dhe ai që nuk vjen ai është fajtor. Jo, janë të ftuar më të dy, po Soi dytë Po ballafaqe. ai Fevziu tha i ftova të dy, po vetëm bexheti Jo, ai tha ftova Nga tjetër do themi ftova të dy, po erdhi vetëm kryta. Ai tha që Krym ka kërcënuar familjen, i ka mesazhe. Për shikues Ne tani, dëgjova Fevziu të thonë që i kanë ftuar të dy veç e veç. Jo të dy në ballafaqe. të nderuar televizikues, jetojmë në një botë Të çuditshme. edhe të pakuptueshme shumë. Jo shumë të kuptuar. Tjerat kanë filluar të tronditen shumë, gjitha ndejet, gjitha. Dhe ne u përpoqim tani edhe këtë pjesë, Të trondisim dhe ne në gjë. të themi në një gjë. Që gjithë këtë temë 12 natës. Faleminderit shumë, se na keni ndjekur. Besoj në ndojët se edhe ju i doni këto kur ka gjëra kështu. Tani, ditën e inde të zakomi përsëri. Ngjarje plot keni përpara të gjitha. Të panumura mund të jenë, po sidomos ndodhin dhe në çastet e fundit. Plot ngjarje ndodhin në orët e fundit, 3-4 orët e fundit. Ne do të merremi me temat që do të dalin të gjitha dhe do flasim.